Brëmu mbyll dita 77 e protestës dhe fillojnë të bënë dhe disa bilance. Sipas përdhoveritjeve tona, kanë arritur të sfidojnë regjimin deri më tani 985.000 shqiptar të ndryshëm. Përveç atyre që kanë qenë të përnatshëm, të përditshëm, përveç atyre që kanë qenë për herë këtu prezent. Pra bëhet fjalë për një masë njerëzore, për një numër shqiptarësh më të lartë nga ato që kanë votuar qeverinë 800 ca mijë shuplakat e kryeministrit, të cilët mbahet fort mas tyre. Pra në këtë moment kemi një popull opozitar më shumë se ato që e kanë votuar qeverinë që qëndron akoma në këmbë. Por cilat janë arsyet kryesore që i mbajnë shqiptarët akoma në protest? Ato janë dy. Kryesorja është ajo ideja që ato kanë krijuar tashmë nga heshtja qeveritare dhe nga heshtja e presidentit të Republikës, nga heshtja e parlamentit, nga heshtja e gjithë institucioneve në lidhje me mundësinë e shitjes së tokave shqiptare pa të drejtë kthimi, të shitjes të tokave shqiptare me tapi, pra për gjithnjë. Nëse një gjë e tillë nuk është e vërtetë, të institucione, duke filluar nga presidenti i Republikës, parlamenti dhe gjithë do kishin dalur që të përgënjeshtronin një gjë të tillë me fakte në dorë. Dhe kështu njerëzit mbase do ishin qetësuar. Dhe e dyta është shqyrtimi i njerëzve thelpsor për një zëvendësim etnik, pasi ka një shtyrje të shqiptarëve drejt vendeve të tjera për të emigruar, dhe të njëjtën kohë janë me dhjetra, me qindra mijëra të huaj që përgatiten të arrijnë në vendin tonë për të punuar në vend të shqiptarëve. Krijohet ideja që shqiptarët nuk duan të punojnë, nuk është e vërtetë as pak, por shqiptarët duan kushte për të punuar, duan barazi dhe duan mbi gjitha të kenë aty optimizmin që duhet të ketë një popull kur she dritin një shile në fund të tunelit. Por pa drejtësi të shumta kanë bërë që shqiptarëve t'ju ndyhet gjithçka, t'ju neveritet vetja atyre dhe prandaj e gjenë si rrugën e vetëm emigrimin. Ndaj, nëse nuk jepet përgjigje këtyre dy çështjeve kryesore, pastaj për të vazhduar me çështjet korruptive që ato do jenë në një moment të dytë, atëherë njerëzit do vazhdojnë të protestojnë. Kam dëgjuar humorin e tyre këto ditë. Ato janë të vendosur në mënyrë ciklike, vinë nga diaspora, vinë nga Shqipëria Jugut, nga Shqipëria Veriut, nga Tirana, me rotacion, ato vazhdojnë dhe protestojnë për një të ardhme më të mirë, për një të ardhme më të sigurt, për të mbrojtur integritetin territorial të dheut tonë. Sot është e diel, data 16 gusht, dhe këtu çdo gjë duket e qetë. Por në rrëgos po bëhen dy plane. Në një krah tendenca qeveritare për të fshehur këmbët e këtyre projekte të cilët nuk zbulohen por mbesin në mister, dhe në krahun tjetër janë ato protestuesit të cilët përgatiten përsëri për të vazhduar qëndresën e tyre. Ja, përballë kryeministrisë, jemi këtu në qendër të Tiranës, dita diel vazhdon të jetë e qetë. Ju përshëndes miqtë e mi dhe ju uroj çdo të mirë.